Nuk them që kam me fitu Albin Kurti, edhe pse e di, po, nuk e tham. Rresht i parë këtu për një foto njerë, edhe sa të bëjmë një foto rresht i parë, ju duhet gjithë një fotografi. Jo, le të bëjmë një foto gjithë së bashku dhe pastaj le të bëjmë një gëzuar gjithë së bashku. Të nderuar miq, këtu jemi me zotin Shkrel. Përshëndetje, kënaqësi që rishihemi sëri. Mbas Skënderbeut që vendosëm atë emrin e asaj sheshit, atij vendi të madh e mban mend. Shumë faleminderit, e mbaj mend, absolutisht. Ne jemi këtu për një ngjarje tjetër, po. Po kishim dy në fakt. Po flasim dy pak raste për shumë të rëndësishme. Njëri nga këto ishte një event i përbashkët, të dyja të organizuara nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar, cilët i falenderoj nga zemra për respektin dhe për njohjen, vlerësimin e tyre për punën time dhe të gazetarëve tjerë shqiptaro-amerikanë. Tjetra ishte produksioni i një filmi prej gjysmë ore për Dom Pjetër Popajn, famulitarin e kishës Zoja e Shkodrës në New York. Kur e keni njohur juve, për sa vitesh? Unë e kam njohur nga fillimi, qysh se ka ardhur në New York në vitin 1973. Edhe kemi bashkëpunuar me to, megjithse unë një vit më vonë kam shkuar në Washington për të punuar me zanin e Amerikës. Edhe po kemi mbajtur kontakte gjatë gjithë asaj periudhe, sepse unë isha shumë i lidhur me qendrën edhe me revistën katolike shqiptare amerikane që botohej këtu, isha pjesë e redaksisë. Kështu që jam njohur 50 vjet më parë, po thuaj, edhe kemi vazhduar kontaktet. Një punëtor shumë i madh, fetar dhe adetar, si e dëgjuat edhe vetën nga filmi, njëri që bën thirrje për dashuri me njëri tjetrin, për shqiptarët në përgjithësi, midis feve, tre feve tona kryesore, njeriu me të vërtet i duhur i këtij komuniteti gjatë këtyre pothuaj 50 viteve tani. Rasti tjetër i vlerësimeve për gazetarët, disa nga gazetarët shqiptarë amerikanë. Ndodhën përpara një gjetje? Jo, kjo është hera e parë që Unioni i Gazetarëve Shqiptar përfshin gazetarët shqiptaro-amerikanë, kryesisht të zërit Amerikës, por edhe ndonjë tjetër. Kështu që si projekt parë, si shikni? It's absolutisht një gjë shumë e bukur që një ent shqiptar, që e quhen veten ent kombëtar i gazetarëve shqiptar, përfshin edhe gazetarët shqiptar-amerikanë, se ne duam s'duam jemi pjesë e atij kombi. Kështu që me të vërtet ishte një ngjarje e mrekullueshme, për herë të parë, absolutisht ke të drejtë, por shpresojmë që kjo të bëhet një zakon i përvitshëm, ose si të vendosin ato të shpërndajnë këto vlerësime, se ky komunitet tani, unë kam ardhur në Amerikë në 1970, dhe me thënë njërë bërë 55 vjet, komuniteti në atë kohë ishte i vogël, por sot kemi gazetarë si ty këtu, producent, ku ta diun lloj gazetarësh që kanë punuar në Shqipëri, në Kosovë, por tani e vazhdojnë aktivitetin këtu. Edhe pse jo, mos t'i vlerësojmë, pse mos t'ja njohim kontributin e tyre, sot është një sa i përket medias në kohën time, po absolutisht. Po. Ne turojmë për këtë çmim. Shumë faleminderit. Dhe për më tepër të gjithë kontributin tuaj shumë vjeçar. Shumë faleminderit. Jeni nga ikonat e gazetarisë sot. Faleminderit shumë. Kështu që ne turojmë. Shumë faleminderit. Siç e di, gjithmonë pranë nesh. Shumë faleminderit. Edhe shumë të rinj. Shumë faleminderit. Që kanë marrë rrugën e gazetarisë edhe për sjellin të gjitha të frymën shqiptare, kudo ata jetojnë apo. Shumë faleminderit. Unë kam vazhduar gazetarin radiofonike në kohën tonë, tani merrem me shkrime që botohen anën banë trojeve shqiptare, kështu që do vazhdoj, mosha do e bëjt vetën herët ose vonë, por është gjenerata juaj tani që do vazhdoj atë misionin për të vërtetën, cila do qoftë ajo, për luftën për të vërtetën. Jo vetëm
në trojet tona, po edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku jetojmë tani, se duam s'duam jemi pjesë edhe e këtij vendi gjithashtu. Kështu që ju falenderoj nga zemra, urime dhe juve, si shqiptar amerikan, si njerëz të gazetarisë, të shkoni përpara, të përparoni, keni mundësi shumë më të mira se s'kishim dikur ne si komunitet i vogël. Tani jemi bërë një Shqipëri e vogël këtu, si është e pabesueshme, nga një anë është një gjë e mrekullueshme, nga ana tjetër na vjen keq se po zbrazet vendi, por bota e sotme është e ndërlidhur, kështu që është për më mirë se ç'ishte, në mendimin tim. Kështu që edhe juve faleminderit. Miq të nderuar bashkëdhetar, Diamant Hysena më thash, po? Po, Kongresmen më thanë. kismet, Me kismet. me kismet, Ke filluar një rrugë të vështirë. shumë. Sa e vështirë dhe e lehtë është për ju një? Është një sfidë e madhe se do të Sfidë e kalu. madhe. Është absolutisht Si e shohin shqiptarët që gjithë këtë hap të madh që keni ndërmarrë? shqiptarët e shohin një ambicie të madh ndaj meje, është ardhur koha për një shqiptar me na prezantuar në Kongres. Edhe e kom zgjedh këtë kohë unë me dalë si luftar, me dalë në këtë fushat, me mundu me bëjë diçka se s'kena mujt me arrit hala se jena këtu në Amerikë. Me pas një njerëz që na përfaqëson në United States Congress. Si e patë sot një dokumentar Ke mrekullueshme. Dan Pietri është njëri i madh në komunitet, është besimtar në Zot, edhe tonë shqiptarët, edhe populli qytetës se janë besimtar bashkohen tek shtëpia e Zotit këtu. Edhe është kënaqësi më bashku me Dan Pietrin edhe me pa këtë film i dokumentari shumë e bukur, edhe ku kënaqësi për mua më kon këto sot. na mungojnë këto lloj dokumentarësh, këto përfaqësime ose përshfaqja e këtyre njerëzve që kontribojnë. Kena pas nevojë se ka herë njëri harron, ti punu jeta shkon atë është mirë me qetësuar me ul njerëz bashkë me pa diçka që ka shërbu për popullin ka shumë dikush, jo për vetin, për popullin e vetë, dhe më ka inspiru edhe mu për me shku për kongres, për njëjtin arsye me shërbu popullin. Po, si e pat dhe për herë të parë gazetaria, do me thënë Unioni i gazetarëve për herë të parë shpërndan këto çmime, siç e pat vetë, që ishin gjithë këta gazetarë të shquar që i njohin prej vitesh. Jam i lumtur me pas tonë këta gazetarë shqiptarë, se janë thamshëm, jam zgjut, kena si profesora, na përfaqësojnë në këtë botën, jam kënaqur me kon bashkë me ta. Ne atëherë nuk duam të zgjatemi, urojmë që ju të ecni në rrugën e shqiptarizmit akoma me hapa më të mëdha, kështu që urojmë që ju të shpresojmë që të merrni atë rrugën e vështirë. Shumë faleminderit, gjithashtu. Tu jemi me sekretari, sekretari, kënaqësi që shihemi në këto evenimente, më bëri përshtypje dokumentari mua. Si e shihni një dokumentar dhe për më tepër Don Pietri? Po, Për sa vitesh njihesh me Don Pietri? Natyrisht, Don Pietrin. Si e pes sot këtë dokumentar? Unë thash edhe në fjalimin e shkurtër Në 30 sepse minuta. unë e pash një dokumentar për Don Pietrin, një histori që ne kemi jetuar. Se ne kemi qenë pjesë e kësaj, në një tash 40 vite këtu në New York, dhe çka pash jo vetëm një histori për Don Pietrin, por një histori të kishës dhe të komunitetit shqiptar këtu në New York. Aktivitetet të shumta që kanë ndodhur këtu, të cilat janë si i shkojnë në kredit natyrisht Don Pietrit, të kishës, po komunitetit shqiptar. Dhe kjo ishte një histori e veçantë dhe këta që krijuan këtë film, që bën gati këtë dokumentar, i shkon kredit sepse kishin zgjedh pikat më të rëndësishme, pikat më cilësore. Edhe ajo lidhja ndërfetare që ne shqiptarët e kemi. Ne flasim shumë për fatkeqësisht e përdorim një fjalë gabueshme, toleranca. Ne shqiptarët do ta përdorim fjalën tjetër që është shumë më përkat se është harmonia. Dashnia jonë që kemi me njëri tjetrin pavarësisht se cilit besimi takojmë. Dhe kjo e potencion edhe dokumentari, këta potencion edhe Don Pietri, ky është një mesazh gjithë shqiptar. Është mesazh i dokumentarit, po është edhe mesazh i Vatrës që unë përfaqësoj këtu sot si sekretari i saj. Sa na mungojnë
këto lloj përfaqësimi ose më saktë e zbulimit të këtyre njerëzve, edhe duke i përcjell me këtë dokumentar, me këtë filma të shkurtër. Këto është interesant se duke parë dokumentarin, shkam shkojnë ndërmendash se ne kanjëherë e njohim njeriun dhe e dim veprimtarinë e tij ndër dekadash dhe bahna pak e shohim për ditë dhe nuk na lën përshtypje. Po kur ndalim dhe shikojmë në një program si ky, një gjysore dhe fokusohemi në ato pjesë në një kënd tjetër, edhe shohim me të vërtet një veprimtari e veçantë, një kontribut i jashtëzakonshëm i njeriu, i një personi, siç është Don Pietri. Unë rrësjetëm kur mendoj sepse kam pas fat që të jam të gjitha këto vite kam qenë pjesë e kësaj kishe dhe të jesh pjesë e kësaj historie dhe se si të afron me përmes dokumentarit dhe këto dokumentarë siç është ky janë të nevojshme për ne sepse historia është ajo që jemi. Historinë ne e bajmë. Historia nuk është diçka që ka ndodhur vetëm dikujt tjetër, po historia është e përditshme. Thot një fjalë amerikane, historia është një renditje e gjërave të përditshme që vehen varg. Dhe ato kur i shohim mrapa, po ato kanë qenë historia. Dhe sot çka u bë është një histori. Pra është e rëndësishme ata që përgatisin programin siç është ky dokumentar të kapin thelbin siç e kapin sot, sepse nuk flasin vetëm për një person, nuk flasin vetëm për Don Pietrin, por flasin për gjithë mërgatën shqiptare këtu në veçantë në New York me rrethe, për një mërgatë jashtëzakonshme të suksesshme, për kontributin e saj, për ruajtjen e vlerave, kulturës, traditave, por mbi gjitha lidhjen me shtetin, me kombin tonë, me popullin tonë, gjithanej. Sot kishim edhe atë qershin drejtor të prerë të parën dhe u vlerësuan gazetarët më të keqë, që ju i kini njohur dikur. Natyrisht, Unioni i Gazetarëve të Shqipërisë me mirënjohjet që bën sot, në Bibël vlerësohet mirënjohja ose ndëshkohet jo mirënjohja. Dhe mirënjohja është e rëndësishme dhe për këtë i falenderoj edhe ata të Unionit që e gjetën kohën, e gjetën momentin, e gjetën rastin të shpërndajnë mirënjohjen njerëzve të cilët kontribojnë, sepse nuk e kanë nevojë ata për një mirënjohje, por është e mirë ne të tregojmë, se i vlerësojmë punën e tyre, vlerësojmë aktivizmin e tyre, siç e vlerësojmë edhe aktivizmin e punën e veprave e jashtëzakonshme të Don Pietrit me dokumentarin që përgatit dhe për këtë këto janë vlerat të cilat duhet të mbesin dhe për këtë jam masë mirënjohës. Së fundi do të përcjellni për të gjithë komunitetin dhe për të gjithë ata gazetarë, për shembull, si kurse mësova dikush nuk ishte. Po shumë nga ata nuk ishin këtu sot, por në shpirt ishin të gjithë së bashku dhe çka është e rëndësishme që aktivitetet e tilla siç ishin sot të na bashkojnë, sepse kemi shumë që na bashkon. Na bashkojnë vlerat tona kombëtare, të cilat duhet t'i ruajmë dhe t'i kultivojmë, kështu siç i pam sot. Dhe kjo është një vlerë e shtuar dhe për këtë e përgëzoj Unionin e Gazetarëve, e përgëzoj ekipin që përgatiten këtë dokumentar të jashtëzakonshëm dhe për këtë është një punë e madhe që kanë ballë, janë të falendëruar nga gjithë ne. Festat. Kemi festa? Festat e fundvitit, natyrisht Krishtlindjet, viti i ri, uroj të gjithëve një kohë të mrekullueshme, një kohë sa është e jashtëzakonshme. Gjithsesi duket se jemi më afër Zotit, jemi më afër dhe kombit, më afër njëri tjetrit. Dhe të bashkohemi rreth këtyre festave, që të festojmë së bashku, të gëzohemi së bashku, sepse kemi shumë për të gëzuar e për të qenë së bashku. Ja kalofshi mirë atëherë të gëzuar dhe për ju. Edhe juve faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Birgjit Kulja, ikona e gazetarisë, sidomos zëri juaj atje, kemi akoma në vesh e kemi, ne që u rritëm. Sot, një dokumentar i shkurtër 30 minuta për Don Pietri. Një dokumentar i cili jep të mesazhe shumë interesante, jo vetëm biografinë personale të Don Pietrit, por edhe disa mesazhe të cilat kishin vlera universale, siç ishte mesazhi për dashurinë midis njerëzve, për besimin te Perëndia dhe sidomos mesazhi për harmoninë ndërfetare. Domethënë ajo që mund të quhet në gjuhë shkencore harmonia në diversitet. Don Pietri e theksoi për së tepërmi këtë tezë dhe e theksoi në një mënyrë të tillë që me fjalë të thjeshta, por që ishin tepër të kuptueshme dhe që depërtonin në mendjen dhe në syrin e çdo shikuesit të këtij dokumentari. Ishte një dokumentar i cili mua personalisht, unë jam vetë autor dokumentarësh, më frymëzoi për të gjetur
edhe temat të tjera interesante, të cilat kanë lidhje me komunitetin shqiptar në Amerikë, i cili është një komitet tepër dinamik, një komunitet i cili tashmë po shkojnë 3-4 breza dhe është pasuruar shumë me ide, me mendime, me punë, me teknologji, domethënë kemi të bëjmë tashmë jo më me një grup refugjatësh, por kemi të bëjmë me qytetar amerikan, me njerëz që janë të harmonizuar aq bukur dhe në mënyrë krejt të suksesshme. Konkurrojnë në çdo fushë, konkurrojnë në politikë, konkurrojnë në shkencë, konkurrojnë në kulturë edhe në arte. Kështu që nëpërmjet këtij dokumentari unë pash që të gjitha këto bëhen me frymën me besimin te Zoti, me frymë të mirë bashkëpunimi dhe me një nivel kulturor i cili është për të marrë shembull. Na mungojnë figura të tillë si Pietri, si Don Pietri, domethënë për të shfaqur gjithmonë në dokumentare, emisione, reportazhe për këto figurë. Si kjo figurë sot? Unë mendoj që nuk është se na mungojnë figurat, por duhet një qasje më e kujdesshme ndaj atyre figurave që ekzistojnë dhe sidomos një qasje më e kujdesshme ndaj brezit të ri, sepse brezi i ri i shqiptaro-amerikanëve është me të vërtet një brez tepër i suksesshëm dhe ata kanë shumë për të thënë. Mirë po ata janë larg mikrofonave, janë larg shoqatave, janë larg, si thua, janë shkëputur. Unë ndjej si të shkëputur nga kjo jetë komunitare që bëhet brezi i vjetër. Kështu që në këtë drejtim mjafton një trokitje në derën e këtyre komunitetit kaq të rinjve. Unë sot e pata një bisedë me një prej të rinjve dhe biseduam pikërisht për të organizuar një podcast, domethënë një sistem podcastesh me të rinjt nën moshën 40 vjeç. Domethënë, të cilët sot për sot as nuk e mendojnë fare që mund të dalin nëpër televizionet shqiptare, sepse janë futur në atë jetën e tyre amerikane, si thuash, por që duhet t'ju kujtojmë që ata kanë vlerë jo vetëm për Amerikën, por kanë shumë vlerë edhe për Shqipërinë, për kombin tonë, për përparimin e kombit tonë, në mënyrë që të jenë si shembull frymëzues për shqiptarët që ndodhen në Shqipëri dhe për brezin e ri që ndodhet atje. Domethënë duhet një fuzion më i mirë midis brezave, qoftë atyre që janë në Shqipëri, qoftë atyre që janë jashtë Shqipërisë. Rreth të parë u shpërndan vlerësime, vjen nga ata je vetë siepe. Rreth të parë mendon tash se do ta vazhdojmë të kemi një gjë politike. Vlerësimi që më bëri Unioni i Gazetarëve është një vlerësim, si thua, mua më gjeti pak në befasi, mbasi kam kohë që jam larguar, si thua, nga fusha gazetareske dhe jam marrë me diplomaci, me shkrime, me njërin me tjetrën, por ky vlerësim më frymëzon për të vazhduar punën gazetareske, për të vazhduar këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, këtu ku jam vendosur për një kohë, domethënë tashmë të gjatë që do të jem këtu. Dhe më kujtoi faktin që, ore Virgjil, ti ke qenë dikush në gazetari, vazhdo të jesh në atë fushë. Merru me të rinjt e brezit të shqiptar-amerikanëve, se me siguri do të kesh sukses, siç ke pasur në të kaluarën. Unë të uroj në radhë të parë për vlerësimi. Edhe e dyta për ato libra që ne nuk kemi folur. Do ishte mirë të flisnim pak. Unë pash që së fundmi, kur para sa kohë kishe një libër që... është i famshëm tashmë, sepse ka vite që promovohet, që është libri për Skënderbeu. Gjergj Kastrioti Skënderbeut, kryqëtari i fundit, i cili domethënë ka patur një përhapje të jashtëzakonshme, se ai është një libër 10 vjeçar, ka dalë në vitin 2012-13 dhe deri më ka patur një numër rekord shitjesh për shkak të interesimit të madh të lexuesve. Kjo për shkak se në këtë libër Skënderbeu del me këmbë në tokë. Domethënë kemi të bëjmë me një Skënderbeu analitik, jashtë emfazave, jashtë lavdërimeve ose mitike, si thua, po jashtë mitit. Dhe natyrisht që rezulton që ky Skënderbeu real është shumë më i lavdishëm dhe shumë interesant dhe shumë intrigues se sa Skënderbeu i mitit. Këtë e kanë gjetur lexuesit, e ka gjetur me vlerë edhe Akademia e Shkencave, e cila
Tashti në dhjetor, nxjerr në botim variantin anglisht të këtij libri, i cili quhet George Castriot Skënderbeg, The Last of Crusaders. Urime një dhe unë dua të tu uroj njërë për festat. Sa kemi festa për para. Faleminderit. Unë uroj juve dhe nëpërmjet jush gjithë telespektatorët tuaj. Shumë faleminderit. Kalofshi mirë dhe suksese në vazhdimsi dhe me libra presim. Faleminderit. Miru pash. Sot për para dhe për herë të parë në televizionin ton kemi Don Pietrin që i kemi ardhur dhe në këtë shtëpi. Në radhë të parë përshëndetje dhe kënaqësi njerë që po bisedojmë dhe ndoqëm të gjithë një dokumentar që u fol për ju. Si e prite kur të thënë që do të realizoheshe në emrin tuaj një dokumentar? Po, unë nuk e kam prit me të drejtën, por kjo ishte ma tepër një ide e bojarit dhe dritanit tje që kanë një muë, Sabirit e sa tjerë që kanë një muë dëshme, por e kanë ba një dokumentar aq i rrjelshëm. Nuk është krediti jem, është krediti të në herën. Pyetje që i kanë bu ashtu që me kanë të rrjelshme. E ka dalë, sa që edhe mu më pëlqeu, për të drejtën thëmë për mirë, pa isha unë që kam folë në shtati kusht tjetër. Për vërtet, çdo fjalë që e kam thënë atë ka dalë nga zemra. Nuk është një gjë që e kam thënë që nuk mundohem për me përplotësu me veprat e mia. Atë që ka thamë gjithmonë, këqyrim gjana që në bashkojnë, jo gjana që në ndajnë, jemi një kom, jemi një histori, kemi një kulturë, kemi një tradit, kemi njëjtën gjuhë, kemi një flamur. Lutëm, mos bëjmë dallime, nuk ka dallime, dallimet, vetë fjala dallim, vjen prej fjalës me i bon dija greqisht diavolo, që i thëmë me da. E na jemi ata që do të me bashku e me afru njani me tjetën. Shpresoj se këtë dokumentar e ka dhënë atë mesazh. Krejt qëllimi i tij ka qenë vetëm që prej dashnisë, vetëm prej dashnisë, jo prej tolerancës. Toleranca është tjetër. Por për një dashni që e kemi sa ma i vetëdijshëm që e njëri për rajnë të veta, për historinë e vetë, aq ma tepër ka për ta dashur të shoqin të afërmin e vetë. Dashuria është ajo që vërtet na gjuha e Zotit. Pra ne duhet me keni jetë vetëdijshëm se na ka kriju dikush. Ne s'kemi zgjell as vetën, as nana, as baba, as vllau, as motër, as kom, as gjuhë, as kulturë, as sen, as kur gjë. Çdo gjë kemi gjetë gati. Pra ne, po kush jemi na që mos me faneru Zotin një herë, edhe me faneru njëri tjetrin që një mojmë, njëri tjetrin për me kënd vetëdijshëm për këto dhurata kaq të mëdha, kaq të çmueshme. Përveçse një qendër ku njerëzit marrin qetësi shpirtërore, është njëkohësisht dhe një qendër kulturore. Korrekt. Si e shihni sa afër janë fëmijët, sa afër janë shqiptarët me qendrën kulturore, por edhe me besimin. Absolutely. Na për çdo diele kena besimin praktikën e besimit tonë, më mirë me thonë. Kemi mesh nalt, por gjithashtu kemi edhe si me thanë shkollën e dielës, kemi për fëmijë katekizëm, por këtu në këtë salë banë shumë funksione tjera. Kemi Rozafatin për shembull, kemi shkollën shqipe, kemi darka të ndryshme që takon, kemi tubime të ndryshme, kemi gjana që i ndihmojnë komunitetin për me kenë ma afër me njëri tjetrin, edhe për më zhvillu pak e më njoftë edhe pak për historikun tonë, atë sa libra për promovime që banë këtu, sa kemi pas të panajirin e librave shqiptar, me thanë për shkrimtarëve shqiptar. Kemi pas me të vërtet një kënaqësi të jashtëzakonshme kur e ke pa të gjithë ato njerëz që dojnë me komuniku diçka çka na nevojitet çdo njëri prej nesh, bashkimi me Zotin, bashkimi me njëri tjetrin. Atë e kam pa dhe falenderoj Zotin një herë që e kam një popull, unë për veti si meshtar. Falenderoj Zotin që e kam për në këtë familji, por njëjtën gjë jam i sigurt se edhe imami e ka për xhamatin e vet. Njëjtën si me thanë, njëjtën ide, njëjtën percepcion për komunitetin e tij. Thash Zotit që shqiptarët mësojnë
për me jetu sa më afër njëri tjetrit, me ndihmu njëri tjetrin, është gjë kryesore. Sot ne patëm edhe projekt të parë nga Union i gazetarëve të shpërndante edhe vlerësimet për gazetarë nga më të vjetrit që kanë qenë edhe në zedi Amerikës, por dhe në vazhdimsi. Si e patë? Është një prej të në cilësive që tha që dhe ma për para, vetëm shqiptarët mund me i pas një gjanë të tillë. Të shumë me të regu një Amerikani se kemi pas për një film, për një meshtar, ka ardhë dhe imami, kanë ardhë dhe fesë islame, kanë ardhë fesë ortodoxe, kanë ardhë, me gjithë se më ortodox, jemi krishterë e musliman. Një Amerikan nuk do të beson të një gjanë tillë të to, është pa mujtën. Të në vërtetën bëjnë edhe diferencën në mes krishterëve, se jo ma besimive tjera. Por na këshyrim ata që edhim se një zot, jemi tanë një, edhe ati i takojmë, ajna ka pështu, ajna pështon në dorën ti, gjithmonë kemi atë, si thojmë, aja shprehja vjetë uzdaja, mami me thanë, o shpresa që kemi në Zotin gjithmonë. Atëherë kja i bashkon në njerëzit, pa marrë parasysh se gazetarët e ri, gazetarët e vjetër, a zani Amerikës, a zani Shqipërisë, a zani kujët, tani jemi një zanit e një popull, e një dashni që kemi për Zotin e për njëri tjetrin. Jemi në kohë festash. Po të është, amen, është u kjoftë, të është koha, të qojmë festët e fund vitit, por na qojmë Krishtlindja, koha Krishtlindjes, koha atërën kur të fillojnë edhe kreshëm që kemi në muajin e shkurtit, njëjtën ditë që vjen dhe mërkurja për hime fillon edhe Ramazani, se dhe me thanë që koincidojnë të dyja festat për i herën. Edhe ata të regojnë se është një bashkim atë, në të edhe lësë Zotin gjithmonë që sikur se çdo meshtar që lutem, bano Zot që t'jenë një, tanë njerëzit t'jenë një, por fillojnë i herë aja bashkim, aja pas me njani tjetrin, e të vlerësojmë gjana që na bashkojnë e jo gjana që na ndajnë. Unë ju falenderoj. Falenderes për jush. Ju uroj gjithë të mirët dhe kënaqësi morëm për të gjithë atë dokumentar dhe shpresojmë të shohim akoma gjëra më të mëdha dhe për më tepër shqiptarët i kemi gjithmonë kështu të bashkë. Amen, amen, ashtu kjo. Faleminderit shumë për jush. Zoti ju bekoft. Dhe i herë dorën ajo për Zotin. Faleminderit. Faleminderit. Jemi me organizatorin, por njëkohësisht edhe koordinatore e unionit për degën e Shteteve të Bashkuara. Për herë të parë vlerësim për të gjithë këta gazetarë që kanë qenë të hershëm. Le të themi gazetarë që kanë kontribuar për 5 dekadat e fundit në gazetarinë shqiptare. Si ide nga Shqipëria për të qenë pjesë edhe në këto vendet, për shembull si që jemi ne tani këtu, apo ishte ideja juaj që pse mos ndodhe edhe këtu? Shiko, e para njëherë më vjen mirë që neve ja arritëm që të kemi degën tonë të unionit këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dega është krijuar së fundmi, do me thënë këto, vitet e fundit. Natyrisht ka qenë gjithmonë një shtys, një mbështetje e unionit të gazetarëve, e unionit të përgjithshëm në Shqipëri, gjithmonë një dëshirë për të pasur një degën e tij këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe më në fund ja arritëm. Kështu që aktiviteti sotëm është, le të themi, është një përmbledhje gjithë asaj pune të madhe që është bërë nga kolegët andej, natyrisht me mbështetjen e kryetarit zotit Aleksandr Qipa, edhe të kolegëve këtu. Dritana Xhia është kryetar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrisht ka punuar fort, e kam mbështetur unë, edhe gjithë kolegët, po ja dhe ju në fund të fundit, sepse media si ju mjaft emrat e tjerë nuk po përmend, jeni duke dhënë kontributin tuaj. Sa e lehtë apo e vështirë është për të qenë domethënë në Amerikë se tash e dim, neve ai vrulli, ajo. Po, është e vështirë, nuk është e kollajt, po kur është dëshira, të gjitha gjërat realizohen, çdo gjë është e mundur. Kështu që ne thamë ne gjithë bëjmë punët tona të përditshme janë diçka tjetër, ne kemi lënë ato profesionet, edhe unë kam ushtruar profesionin për 19 vjet në Shqipëri dhe tani bëj një profesion krejt ndryshe, por kjo s'do të thotë që jam shkëputur sepse ai pasioni nuk vdes kurrë, ti e di shumë mirë, ti je artist. Kështu që
Artistët janë të gjithmonë. Përpiqen shumë. Pastaj që këtu do t'i përshtatesh, por sa afër janë në të gjithë gazetarët për të qenë në këtë union, domethënë siç janë gazetarët në Michigan, Boston, këtu janë të informuar? Shiko, ne jemi të informuar. Ose më saktë, do jenë kaq afër të gjithë kësaj? Absolutisht, në momentin e parë që lindi ideja për të kryer degën e Unionit këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç ftesave që ne kemi çuar, ka dhe nga ta gazetar, le të themi në shtetet e tjera, jo vetëm këtu në New York, të cilët na shkruanin dhe ishin të gatshëm dhe thoshin kur po mblidhemi, kur po organizohemi, qoftë edhe në ato takimet tona online. Kështu që Unioni është i hapur edhe natyrisht mirëpret. Domethënë ne presim nga dita në ditë që të rritemi e të zgjerohemi. Mendon se do të vazhdoj këtyre vlerësimeve siç ndodhi sot të kemi çdo vit? Kemi gazetarë. Po, absolutisht, po, madje unë do thoja, tani që ju më bët këtë pyetje, unë po mendoja, disa shumë televizione kemi ne këtu që drejtohen nga shqiptarët, po pse jo, ne duhet kemi edhe disa çmime edhe për ju, sepse kontributi juaj është i jashtëzakonshëm. Kështu që çmimet nuk varet nga ne, nga Dega USA, për hir të së vërtetës, sepse Dega e përgjithshme e Unionit ata vendosin, por natyrisht për njerëzit të cilët kontribuojnë dhe kanë thënë vlera, absolutisht çmimet janë një stimul, edhe duhet jepen. Janë një stimul, por janë dhe një nxitje. Absolutisht, janë një shtys, janë një forcë për të ecur përpara, për të mos u dekurajuar, për të dashur më shumë profesionin. Dëgjoj, nuk e japim në vlerësimin. Këta gazetarë kanë punuar fort për të arritur dhe për qenë këtu ku janë. Emrat e tyre natyrisht janë gdhëndur diku dhe janë të gdhëndur diku. Janë në gazeta, janë për televizione, janë fjala e tyre duke përcjell lajmin qoftë në Shqipëri, por edhe këtu për Shqipërinë, këta gazetare kanë bërë emrin vet. E di ndonjëherë këto çmimet i jap unë ose ti një çmim nuk ka fort rëndësi. E kanë emrin tek i pe njerëzit sot këtu, të ftuarit, edhe sikur unë ose brezi më i ri se unë nuk do t'i njoh. Emrat e tyre janë gdhëndur. Nuk ka nevojë shumë për vlerësime dhe për certifikata. Dokumentari sot si e bëj? Atëherë dokumentari ishte surprizë për mua, ishte hera e parë, unë natyrisht të punoj dhe vetë me dokumentar, madje momentalisht kam në dorë një dokumentar. Jo, kur do të ftoj në premierë, absolutisht që po. Është një dokumentar i cili ka vlera të jashtëzakonshme. Përveç emrit të regjisorit Bujar Alimani, i cili ne dim që është në regjisorët më të mirë shqiptar, deri tani kishte bërë një punë shumë të mirë për sa i përket skenarit, por vetë figura e Dom Pietrit pastaj është një figurë e jashtëzakonshme që ti nuk mjaftojnë vetëm 40 minuta dokumentar, duhet ditë të tëra e net të tëra për ta zbërthyer mirësinë, zemërgjerësinë, botën e tij është një njeri i jashtëzakonshëm, kështu që sonte unë mbyll kjo mbrëmje dhe ndihem shumë mirë edhe do t'i kam një lloj pastrimi shpirti së brendshëm, ndihem e qetë dhe ndihem me zemrën plot. Kemi nevojë për këto figura të sillim vazhdimisht, për këto figura që kemi këtu. Po, absolutisht që po. Shiko, e di çfarë bëjmë në media ndonjëherë. Unë e kam pasur gjithmonë këtë mendim. Ne gjithmonë shohim ande nga Shqipëria, jemi akoma me kokën mbrapa. Po edhe Shqipëria vjen këtu por harruam që ne Shqipërinë e kemi këtu. Ne kemi Shqipërinë këtu edhe Shqipëria vjen këtu për t'i prekur këto figura, këto vlera. Shiko, e di çfarë gabimi bëjmë në media ndonjëherë, ne ngrem disa njerëz e prekim disa tema kaq të rëndonta dhe ngrem disa u japim vlera ca
ndoshta nuk është shumë gazetareske, po unë do ta them ashtu siç i pëlqen popullit. Pa vlera, edhe i krijojmë, i bëjmë idhull. Jo, figura si Don Pietri janë absolutisht janë vlera të kombit. Edhe ne kemi këtu në Shtetet e Bashkuara njerëz me goxha vlera, të cilat padyshim ju si televizione edhe ne si gazetar duhet t'i ngrem në pjedistal sepse u takon. Dhe e keni shumë seriozisht të që thonë. Tani, me që jemi këtu dhe u bëre pjesë me ne, ideja si të erdhi për të realizuar Ideja ka qenë shumë e thjeshtë. Ne po xhironim me Bujar njihemi prej qenë para 90-s. Jemi po them bashkë, kemi e njoftë. Pastaj jemi bashku prapë në Athinë, jemi bashkuar në Athinë përsëri, kemi ne shumë vite bashku, aty kam pas gazetën, Bujari filloi të merre me filmin. Mi djalë super inteligjent, shpërthimi i tij ishte në filmin Mirupafshim, 2 rezerve grek, në atë kohë që ky dha një kontribut jashtëzakonshëm për t'i futur në temën e ngjarjeve të diasporës të emigracionit Bujari. Edhe këtu shpërtheu, pastaj bëri një film tjetër, e kemi qenë gjithkohën bashkë me pak fjalë. Këtu erdhi Bujari para disa vitesh, na lini një ide, i bënë një prezantim me Zoj Shytin, piktorin që ishte arratist në vitet 60, që është edhe vllai i Ilia Shytit, aktorit të famshëm në atë kohë. Piktori mrekullueshëm, shkruan shumë bukur, ka një natyrë, një karakter shumë çuditshëm, por ne kemi marrë gjithë anën pozitive të tij dhe kemi nxjerrë film. Na lini kjo ide, kamerat i kisha, më thotë bëjmë një dokumentar, dokumentar, po me një kusht. Unë do kontribuoj për gjithë dokumentarin, por ne do shkojmë bashkë një ditë, ju du me vete që të bëj një intervistë me Don Pietro Popul. Më thonë mu, deal. Mbari filmi i Zojt, erdhem, bëm xhirimet marrë në ditë, bëm një bashkëbisedim krejt qep, edhe produkti është që pat, domethënë, që është krejt normal, një bisedë krejt normale me Don Pietro Popul, krejt një bisedë shokësh, domethënë. Dhe ky është rezultati. Ka dhe shumë xhirime të tjera, por kjo është në fazën, domethënë, afër përfundimtares, por është ti pat vetë shumë tërheqës, nuk është i mërzitshëm, s'është monoton. Për vlerësimet Vlerësimet Unioni i Gazetarëve të Shqipërisë, unë jam më kanë zgjedhur kolegët e mi për momentin kryetar të Unionit të Gazetarëve Dega e Amerikës. Jemi 2 bashkëpunëtorë shumë të rrezikshëm, shumë të fuqishëm, desha të them, që kemi njohje shumë thella, shumë dha, që nga Shqipëria, me gazetar, media e tjera, njohje personale, kontakte personale, kemi bërë një emër në vitet e kaluara edhe këtu në Amerikë. Edhe vendosëm ta krijojmë, ligjëruam me tjera edhe u bashkuam, ky është një takim shumë i rëndësishëm, është që edhe Tirana vetë i ka sy tek ne, domethënë pret ta shohim çka ka ndodhur këtu. Këto çmime jepen një herë në vit, ndërsa ky është çmimi i dytë, më i fuqishëm. I pari jepet 2 në vit, po jepen për gjithë gazetarët e gjithë treva shqiptarë. Kjo certifikat është e dyta pas parës, është shumë e rëndësishme, siç e keni parë vetë edhe në spotin. Unioni i Gazetarëve është një organizatë super serioze që në të marrin pjesë gazetarë dhe figura shumë të quara të letrave të medias. Është fat për ne vendosëm që ta fillojmë këtë punë, kemi filluar edhe shpresojmë shumë gazetarë miqtan, ata që merren me media të afrohen me ne. Unë jam me fat që kam një bashkëpunëtore si zonja këtu që shikoni këtu, që e kam shumë mikë dhe nuk ja prishim njëri tjetrin, edhe sot ju e pat vetë, ne e prishim krejt programin që kishim bërë, se një moment sa kapi mikrofonin me fillu, pa fillu, më thotë mua diçka puna lërë, thotë ta bëjmë. Edhe fillu me bëm më komode, më thjesht, më harmonike, duke pas një shaka të zgjuar, ndofta. Gjithçka shkoi, domethënë gjithkush foli, gjithu kënaqëm, edhe shkoi shumë mirë besoj. Nuk e di çka keni parë ju. Vlem për të përmendur sot të gjitha ata që kontribuan me dokumentarin, që dhe sot nuk i kishim. Patjetër janë të pamundur. Bujar Limani është regjizori që ka punuar për këtë film. Është Sabir Kanaçi, që është editori, dhe ai ka filmuar këtë film, Damian Përvizi, që është bashkëpunëtor, me muzikën ka punuar ai Fatrin Kraja, që është një kompozitor shumë i quar në Amerikë, nuk është njëri dësido. Por shpresojmë të shkojmë në fazën përfundimtare, që ta mbyll totalisht, domethënë që ta bëj për transmetim. Ku diun ndoshta kush e di çfarë del në një ditë tjetër, se këto janë punë vullnetare, nuk janë punë këto vetëm kemi shpenzuar nga gjë për to. Nuk është që jemi paguar për të bërë diçka. Nglindi një ide, një grup shokësh e bëm,
është diçka shumë e bukur e thjesht, komode dhe Edhe në fakt ishte meqense sot ishte menduar për ndarjen e çmimeve nga Unioni, ne nuk duam thjesht që shiko, po bëjmë një aktivitet, po ftojmë disa gazetar, po japim ca çmime. Duam që të jetë edhe anë artistike, domethënë kështu le të themi në këto bashkëbisedime edhe me Dritanin dhe në vazhdimsi, të gjitha aktivitetet e Unionit duhet të kenë brenda këto aktivitetet e Unionit duhet të kenë brenda pak edhe atë anën artistike. Apo jo, këtë po diskutonim. Nga la jonë ne jemi njerëz të mediave që kemi dalë gjithë skenë para kamerave gjithë jetën, kjo ka me mira orë me para kamerave dhe kolektiv. Bësh një takim të tillë edhe mos ta, domethënë, me seriozitetin që ka, po të jetë sa më i këndshëm, sa më tërheqës, sa më të kaloj, domethënë si pa u ndjerë. Domethënë ju e pat vetë, unë detyrova duke njohur njerëzit në sallë, domethënë detyrohem që të thras disa njerëz, po duke bërë edhe shakan e kohës, timing, domethënë nëse kisha llogarit bëj 1 orë, e ngushtova timing edhe i thira gjithë që të thonë një fjalë dhe të jenë gjithë të pjesë e këtij aktiviteti tonë të rëndësishme. Domethënë u përpoqja ta bëjmë sallën të dy bashkë, u përpoqëm ta bëjmë sallën. Domethënë e hoqëm vetëm nga skena. U përpoqëm të largohemi vetë nga skena të bijmë në sallë dhe sallën ta shkrit me kjo është sekreti. Domethënë do ta mbyllim, me që po e regjistrojmë do të themi natën e mirë edhe spektatorëve. Me vërtet një ditë e jashtëzakonshme për mua herën kur e kam pas gjithë këtë popull të bashkuar edhe gjithë me një kuptim të jashtëzakonshëm, edhe për sa i përket bashkimit ton si shqiptar. Atë do të me theksu gjithmonë, nuk kam mjaft kur me theksu atë. Me këto gjërat e bazat kryesore që na bashkojnë. Njerëzit ka herën të mërmenja janë sikur se ata tallazët e detit, edhe që janë sipërfaqe e harrojnë thellësinë e detit se sa i thellë është. Na do të më shku në atë thellësi, se jo në ata ripples që i thrasin në ata tallazët e vogla. Se edhe ata çon e ulën, po ku ulën, prap bin det. Atë është ajo gjëja kryesore që duhet për me pas mend. Faleminderit se ke bën një punë shkëlqyeshme, keni bën një punë shkëlqyeshme. Falënderimet shkojnë edhe për shokët tjerë, për Rizorin Bujar Zumani, për Sabirin, bashkëshortarin tonë që keni shpjeguar, që na ka i gjithë to vite. Kanaqi, kjo rrjep e një familje shumë për Damianin. Kanaqi, Tahir Kanaqi ka qenë dervish i krajës, ka bën diku shkollë në Shkodër me jezuit e Shkodrës, Tahir Kanaqi. Nuk është vetëm sa një person që njihet vetëm kështu, por e një edhe ma përpara. Për God bless you, Zoti Berkoft, faleminderit, Zoti Berkoft. Ju pafshi. Faleminderit shumë. Natën e mirë, Don Pjetër.